Absolutisht se rrjeti elektronik nuk ka qenë i zhvilluar, besoj që ata janë duke punuar në këtë aspekt, po thjesht po them në një të ardhme, se e kuptoj që dëshira shumë e madhe për të kontribuar. Nuk e dëgjuar Mrizin e Zanave, duke që është një rast suksesi. E kam vizituar edhe më ka prit jashtëzakonisht mirë, kam qenë personalisht, edhe kishim një bisedë bile për të sjellë verat e Mrizit Zana nga Altini, po. Edhe shumë mikpritës. Po ai është aq i madh, sa ai edhe shtetin e sfidon. E sfidon me të mira, me punë, me gjitha çka ka. A nuk është një rast inspirimi, sepse ai e nisi me informacione nga Shqipëria pa ndihmë politike. Dalim unë prap i mshoj këtij politikës. Ishte në theth, u bën theth, mrekulli. Unë kisha amerikan nga zona ime që kanë qenë në theth. Unë s'kam qenë për vete, ato kanë qenë. U bë mrekulli. Shkoj lart madhia atje, para votimi, tha, do të merrni tapite gjitha, me dajra ato, me muzike, me gjitha e priten aty, mas një muaj që fitoj zgjedhja, u shemi gjitha. Hiku gjitha investim, tani miliona euro, disa njerëz kanë sakrifikuar shtëpitë e veta. Me një fjalë, për ta përmbledhur me një fjalë që tha Gaspri, që nëse shteti nuk e ndihmon biznesin, nuk ke qa banti atje. Biznesi mesëm është zemra, motori i një shteti. Ne jemi bizneset vogla, po kemi jashtë përparësi këtu sa nuk e imagjinon. Ashtu do të jetë në Shqipëri. Ti nëse ky njeri pagon taksat me rregull, ti s'ke si shkon për ditë të dera. S'ke pagu këtë taks, vjen një lloj taksimesh. Po dëgjoj këtu që ndron problemi se nuk mendoj që janë dhe aq të rregullt në pagesën e taksave. Kështu që besoj kjo reflektohet në raportin edhe në Amerikë është kjo. Edhe në Amerikë është. Po këta e mbyllin një sy, e thot ky pagon taksat me rregull, unë s'kam pse ta ndjek këtë, se këtij intereson taksi. Dakord, po flasim për një shtet që është i ndërtuar mbi taksat. Ne nuk kemi arritur akoma në Shqipëri jo, në këtë nivel. E vërteta. Ne shpresojmë që do arrijmë. Unë mendoj shumë se politika dhe shteti shqiptar trumbeton shumë se unë po ndihmoj bizneset, edhe bile siç e kemi po kryeministri del në për media dhe shkon në për diasporë, edhe këtu në New York kur ishte radhën e fundit, që hajde një hap një biznesa. Unë 2-3 veta s'po i them me emra që kanë shku atje, edhe kanë invest të gjitha saving money që kanë pas për 30 vjet, 20 vjet, 30 vjet në për emigrim, përfundimisht janë kthyer prapë në vendin ku kanë shku, sepse shiko, në një shtet ku nuk funksionon code of conduct, është pak e vështirë me bë biznes. Ti ke besim të institucionit, po institucioni aty të trep nga të të nxjerr të tapi edhe pikën e fundit gjakut. Por s'ke mundësi me bë biznes, sepse gjithë saving që ke marr, ti ato parë ke. Të fushësh në biznes, ato parë falimentojnë, s'ke ku merr më. Pra, nuk e shikoj një klim. Nuk është një sistem funksional. Është pak e vështirë. Unë i bëthirë kryeministrit se nuk është ato që thot kryeministri, se hajeni këtu bëni biznes. Më merr mendja se është krejt opozit. Sepse ma merr mendja që nëse do ishte kundërta, ju do doni të shkoni në vendet respektive të. Unë e lej Anglinë nesër, nesër lej Anglinë, kaq jam, domethënë I used to love London, është qyteti ku jam rrit. A ke parasysh, edhe I love it. I don't have any feeling anymore. Kënaqësia dhe dashuria për atë dheun është pafund, por është, siç e tha dhe zoti Franda, shteti do të arrijë që ty të mundësoje mundësinë që ti të hysh në një biznes. Unë kur kam shkuar në qytet të vogël, mund ka ardhur, më ka marrë nga një qytet tjetër, më ka ofruar $18,000 falës vetëm për rregullime brenda. A keni plan biznesi, sa punëtor do marrësh në punë, edhe ti i alargon nën familje nga mbështetja financiare që merr për shembull nga qyteti, se do hapish nën vende pune. Ti mban 10 familje. Kjo është shtysa më e madhe që shteti shqiptar do të investojë, sa bashkia, për shembull, në bashki ku jetojmë në Mirdit. Sa vende pune ka? Nuk mund të shkojnë gjithë njerëzit punën në bashki. Kjo është mentaliteti i dobët i një shqiptari. Dhe kjo është. Nuk mund të shkosh ti kërkosh shkretajt bashkisë vend pune për gjithë njerëzit e shtëpisë. Por kryetari i bashkisë do të sjellë kompani të ndryshme, investitorë të ndryshëm nga jashtë që të bëjë mundur që këta resurset, po të jetë
Një governatori më i suksesshëm në Texas ka qenë Rick Perry. 12 vjet guvernator. Pse ka qenë më i suksesshëm? Ka kriju vende pune. Një kryetar bashkie do të krijojë vende pune në çdo lloj drejtimi që mund të ketë resurse në, për shembull, Mirdit. Ne kemi minjera, ne kemi turizëm, ne kemi ujë, ne kemi male, kemi shumë gjëra që shumë investitorë që mund të vinë të investojnë. Se mos deshëm të thënë kemi pas ujë. Po, kur ktheheni si e shihni, se një tematik tjetër është që qytetet e tjera të vogla nuk e kanë njësoj zhvillimin. Si e shihni për shembull Mirditën? A ndodh që ktheheni në Mirdit apo ktheheni në qytetet të tjera? Edhe Mirdit, edhe në Tiranë, po unë Mirdit për shembull kam qenë shumë i përfshim në politikë për të ndihmuar, për të dhënë kontributin. A shen ndonjë zhvillim? Kryesorja që njerëzit janë pesimist me ne që vim nga jashtë, të shohin më shumë si armik, edhe të duan vetëm kontributor për nga xhepi financiar. Nuk të shohin ty me të marrë një mendim se çfarë ndodh në Michigan, çfarë ndodh në Texas, çfarë ndodh në Londër. Si mund ta bëjmë ne një rrugë, një lulishte, një investim. Si mund ta bëjmë si atje? A di çam thonin? Mos na krahasoni me Amerikën. Edhe këtu më vjen më e vështira. Ti unë duhet të krahasoj me më të mirën që ti të bëhesh i mirë. Nëse ne nuk arrijmë që me mentalitetin që nuk do të funksionohemi gjithë të bashkia për me gjetë një punë, por do të jemi zot të vetes që të bëjmë diçka për vete edhe për familjen tonë, edhe të krijosh disa vende pune për disa familje tjera. Por prap dalim te shteti. Shteti do të ndihmojë më shumë këtë drejtim, mendoj. Po Fran, kishe diçka të thënë? Më kujtohet kur ishte Edi Rama në opozitë. Edhe ka qenë lejër se harroj kora. Tha, edhe atëherë patëm shpresë shumë tek Edi Rama, me thënë drejtën. Edhe tha, këta politikanët tanë, tha, kanë shku, tha, nëpër botë, tha, edhe botë nuk kanë pa. Se, vërtet, politikanë shqiptarë, unlike populli, kanë vizitu botët ku kanë ndeshtë. Vetëm vlevje dhe kthe. Tha, kanë shku nëpër botë dhe botë s'kanë pa. Që do të thote që kanë pa botën se si është ndërtu, si bëhet rruga në Londër, si bëhet rrugët në Amerikë, në Gjermani, në Francë, Kanada, gjithanej, por nuk e implementojnë kur vjen në Shqipëri. Çdo rrugë që është bën në Shqipëri, unë nuk jam inxhinier rrugësh. S'kam marrë për atë, unë s'jam inxhinier, kam marrë gjimnazin, unë s'kam bërë shkollë më shumë. A ke parasysh? Unë nuk jam inxhinier, po nuk mund e hedh atë firmë për me dhënë firmën për atë rrugë që është marrë. Pra, është shumë e lehtë me thënë me kritiku opozitën ke qenë nëpër botë e rrugës e botës ke pa. Pra, as Edi Rama s'ka pa botë me së. Vetëm se pretendon këtë. Pra, jeni duke thënë që edhe nëse shkoni shihni investime, janë prap investime më shumë sipërfaqësore? Para 2 javësh isha në Shqipëri, edhe po bëhet një rrugë për me shku në Lurë, nëse di Lurën, Dibrën. Lurë është vend fantastik, është perlë. E kam dëgjuar, por nuk kam parë shtatë liçet e Lurës. Është perlë e veçantë. Edhe po bën një rrugë aty dhe ne e bëj thirrje gjithë aty në mirëditorëve që kanë shkruajt, ja u kam thënë edhe për Facebook e gjitha, që nice, u bën rruga asfalt. Do të thënë kishin bën 1 kilometër asfalt edhe gjithsesi në çun kam, një asfalt 5 cm, trashësi, e unë vajt atje apo sta fatë vuna metrën. Edhe, unë nuk e kam problemin me ata njerëz që kanë jetuar në Shqipëri konstantli dhe nuk kanë dalë jashtë shtetit me pa. Po si që tham pak më para, 70% plus të thoja, e shqiptarve kanë shku në përbot. Edhe baba nona ime kanë qenë në Angli, edhe kanë po biles, kur ishin në Angli, po bësh një rrugë bicikletash aty. Edhe thotë baba, sa mirë po e bajnë. Pra ishin 20 makineri që po bësh një rrugë bicikletash. Këta shkojnë me një fadrom, me një saurel, me bon rrugën Rëshen Lurë. Ore, do në makineri mu bon rruga. Dhe investimi. Ashtë zero, po të kalzej, zero. Ai asfalt nuk reziston as një vit kur shkojnë ato kamionat e mëdha aty në te. Pra, unë ju bëj thirrje shqiptarëve mos u kënaqni me disa tapete asfalti. Mos u kënaqni me disa tunele që janë si vrima miu. Gjithë kemi pa tunelet, se si bëhen. Ti verbohesh nga fosfori, nga mjetet mbrojtëse që ka tuneli. Atje është si me që të fut në shpelt ukut, ki pas në atje në malë,